Edhe miratimi I ligjit për lojrat mesdhetare, kalimi në Kuvend të Kosovës, është një sinjal I mirë që punët po ecin. Dhe javën e kaluar, siç edhe keni mundur ta shihni edhe vetë, Komisioni Koordinues I Prishtina 2030, që është komision I Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, bashkë edhe me të gjitha palët përfshirëse në organizimin e këtyre lojrave, siç është OSMG-ja, pastaj Komiteti Olimpik I Kosovës, Ministria për Rini dhe Sport, si dhe Komuna e Prishtinës, por gjithashtu edhe palët e përfshira nga Shqipëria kanë marrë pjesë për 3 ditë në takimet e zhvilluara në Durrës. Pse në Durrës? Sepse pikërisht ky qytet është një formë bashkë organizator I lojrave mesdhetare Prishtina 2030, duke përfshirë të sportin e lundrimit që do të zhvillohet në bregdetin e Durrësit. Vetë ardhja e tyre e drejtuesve të këtij komisioni, presidentit Bonello dhe sekretarit përgjithshëm të ai, tregon se janë intensifikuar punët dhe synimi I tyre, objektivi I tyre është që sa më parë të vazhdohet me procese edhe më të shpejta në mënyrë që të jemi gati deri në vitin 2030. Bashkëpunimi është prej se kemi marrë lojrat mesdhetare, bashkëpunimi është vërtet I frytshëm edhe nga ana e ICMG-s me Komisionin Koordinues të ICMG-s për Prishtina 2030, por edhe me këtë komplet bordin ekzekutiv të ICMG-s, dhe natyrisht I thuaj se çdo 2 muaj I kemi këtë komision për të parë, për të intensifikuar punën, dhe natyrisht që mbledhja e radhës do të jetë këtu në Prishtinë, dhe presim që deri ndoshta pas zgjedhjeve që do të bëhen në Kosovë do të vinë sërish këtu për të parë se deri ku kemi mbërri. Sigurisht që kjo situatë nuk I shkon për shtati, sidomos në ngjarje të tilla që janë lojrat mesdhetare, e di mirë që buxheti është ndarë, është miratuar edhe ligji për lojrat mesdhetare, mirë, po sigurisht që mund të hasnë ngecje sa I përket investimeve që do të bëhen, sepse ndryshimet e tilla nuk I shkojnë për shtati në asnjë aspekt të vendit tonë, lërë më për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Uroj që të mos ketë ngecje të tilla, të fillojmë sa më parë të investojmë në infrastrukturë, sidomos tek stadiumi kombëtar ku mund të kemi vonesa, sepse dihet mirë që një stadium kombëtar me 25.000 deri në 30.000 ulëse nuk mund të ndërtohet për një vit as 2 vite, po e shohim që stadiumi Olimpik Adem Jashari që ende nuk ka përfunduar, edhe pse është vetëm në rinovim, e lërë më të ndërtojmë një stadium të tillë prej fillimit. Uroj që të jemi gati me stadiumin kombëtar deri në vitin 2029, sepse edhe ai stadium, edhe gjitha objektet tjera përcjellëse që do të ndërtohen, duhet të testohen paraprakisht para se të zhvillohet një ngjarje e tillë madhore. Është një proces që ka filluar vitin e kaluar, bashkërisht edhe me përzgjedhjen e webfaqes zyrtare dhe zhvillimin e saj, me webfaqe që është përfunduar në nëntor të vitit kaluar, kurse procesi I logos sigurisht që zgjat më shumë, dhe kjo zgjatje ka ndodhur edhe për shkak të rishpalljes së thirrjes për logo, që ka ndodhur 2 herë dhe tek herën e tretë është përzgjedhur nga komisioni. Në fakt komiteti organizativ që njihet si OSMG ka bërë përzgjedhjen e saj të logos, mirë po vonesa tashmë, ose thënë më mirë, topi ka kaluar tek bordi ekzekutiv I Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare. Pra ata pritet ta japin verdiktin e tyre final para se të publikohet nga ana e Komitetit Olimpik Kosovës dhe palëve tjera të interesit që është Ministria e Sportit dhe Komuna e Prishtinës. Pra jemi duke pritur nga ana e tyre, veç që është bërë prezantimi I logos në Durrës, sa kemi qëndruar atje, dhe tash po presim që të mblidhet bordi ekzekutiv I ICMG-s që të japin verdiktin final. Fillimisht janë përzgjedhur 3 logo, njëra prej tyre është përzgjedhur nga Komiteti Organizativ, pra OSMG-ja, dhe tash I mbetet që ai logo të miratohet nga bordi ekzekutiv I ICMG-s, nëse veç ata nuk gjejnë ndonjë pengesë ose edhe mund ta refuzojnë. Prandaj nuk është asgjë zyrtare, të gjitha logot janë ende në lojë, mund të them kështu,